Dafina Zeqiri shpërthen ashpër pas bullizmit fëlliqur në Big Brother VIP Kosova 4. Këngëtarja e njohur shqiptare, Dafina Zeqiri, ka reaguar ashpër ndaj pamjeve të shfaqura nga Big Brother VIP Kosova 4, ku banorët Benita Zena dhe Alba Pollozhani bullizojnë dhe intimidojnë banoren e re, Eliona Binakaj. Dafina shprehu indinjat të thellë në rrjetet sociale, duke kritikuar fort formatin televiziv. Ajo theksoi se është e tmerrshme që Big Brother lejohet të vazhdojë, duke shfaqur bullizimin, dhunën fizike dhe psikike si argëtim, dhe kështu normalizon dhunën. Këngëtarja bëri thirrje që televizioni duhet të jetë i sigurt për fëmijët. Më tej, ajo zgjeroi kritikën e saj edhe ndaj autoriteteve, duke pyetur retorikisht sepse kryesorët e shtetit nuk marrin masa. Reagimi i saj ka ringjallur debatin për përgjegjësinë e televizioneve në mos normalizimin e sjelljeve agresive dhe rolin e institucioneve shtetërore në mbrojtjen e standardeve etike.